Ky adhurim ka që veçantë, ka urtësi të ndryshme në veten e tij. Nga urtësitë e itikafit janë përmirësimi i zemrës. Pra njeriu vetmohet me Allahun që ta përmirësoj zemrën e tij. Pastaj ta pastroj shpirtin e tij, t'i forcoj marrëdhëniet ose lidhjet me Allahun te bareke ve teala, t'i braktis egot me të cilat përballet vazhdimisht dhe ta përmirësoj veten e tij, t'i përkushtohet Allahut, t'i lutet Allahut në mënyrën më të mirë të mundur. Itikafi është një akt shpirtëror i rëndësishëm që ka për qëllim përqendrimin e zemrës tek Allahu, duke e shkëputur atë nga çdo shqetësim dhe angazhim tjetër nga kjo botë. Sipas Ibn Qayyimit, itikafi pastron zemrën nga teprisja e ushqimeve, pijeve dhe shoqërimeve, duke e orientuar atë plotësisht drejt Allahut te bareke ve teala. Ai është një mjet që ndihmon besimtarin të fokusohet në përmendjen e Allahut, të fokusohet në leximin e Kuranit. Tamam, hoxh, një mundësi që njëri pak më ushman nga zhurma e dunjas, nga kjo është pra madje edhe nga familja, se kur je i vetëm. E itikafit që ai t'i shmanget rutinës së zakonshme, t'i shmanget rutinës ditore, t'i shmanget angazhimeve të cilat nga njëherë njeriu e shmangin po ashtu nga disa adhurime të caktuara, e shmangin nga rruga e Zotit e kështu me radhë. Pra itikafi është përkushtim ndaj Allahut te bareke ve teala, në adhurim ndaj Allahut te bareke ve teala, pra me vetmim me Allahun. Po ashtu nga urtësitë e itikafit përmendin dietarët, thonë se nga urtësitë e itikafit është po ashtu vetmimi me Allahun, vetmi e cila do të shërbej në momentin kur ai është në varr i vetmuar me askënd tjetër dhe shoqërimin të cilën e ka pasur pra me Allahun, themi kështu, gjatë ditëve të itikafit do të gjendet në natën e varrit kur ai është i vetmuar dhe nuk e ka askënd tjetër pas Allahut. Izolimi prej dunjas në itikaf do t'ja bëj izolimin varr më të qetë dhe më të rahatueshëm dhe më të shpërfillshëm. Mushet me një energji me cilën gjatë gjithë vitit masnej konsumohet gradualisht. Po, kjo është patjetër edhe një energji, siç e përmendet, që njeriu e mban gjatë tërë vitit.